botërore. Çfarë kuptimi ka OKB-ja kur një antar Dhe Rusia ka qenë edhe para se të themelojë OKB-ja. Shikon çik, tani Rusia nuk ka qenë përpara se të themelojë OKB-ja, në lidhje e kombeve. Jo, s'ka qenë lidhje e kombeve. Po sa herë është dora e Rusisë e pranishme në gjumtëve e kombit shqiptar para OKB-s ka qenë lidhja e luftës dytë kombeve. botërore. Si futemi historisë, nuk ka qenë aty. Po nuk bënte pjesë dhe nuk ka qenë dhe Japonia u largua nga lidhja e kombeve dhe të tjerë. Endri, një minutë. Shqipëria e gjymtuar siç është sot, me troje, territore dhe popullsinë autoktone në vendet e tjera të Ballkanit, është pasojë e fuqive të mëdha. Dhe Rusia ka qenë pjesë vendimarrëse e tryezave bashkë me Britaninë, bashkë me Francën, kur janë ndarë dhe coptuar trojet shqiptare. Dhe pra, duhet të them, ka qenë e pranishme Rusia si perandori cariste dhe më ponë si perandori e Bashkimit Sovjetik. Mos e ngatrojmë periudhën përpara rendit të 45-së së këtej, e cila është një periudhë tjetër, dhe periudhën e fuqive të mëdha të 1800-s. Unë po them, pikërisht pra, OKB-ja ka funksionuar deri në një farmase. Por kemi arritur në një pikë tani që një antar që është antar i Këshillit të Sigurimit, antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit me të drejtë vote, pushton një vend tjetër. Domethënë ti nuk ka bërë dhe më parë, mo Endri. E ka bërë Bashkimi Sovjetik në Afganistan, në 79. Ky është defekt i sistemit. E kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Vietnam, në Kambodja, në pjesën e Indokinës. Jam dakord, po ta them kush është diferenca. Kur bën ndërhyrja në Afganistan, nuk mori Bashkimi Sovjetik pushton të Afganistanit dhe një pjesë Afganistanit ta fuste brenda Bashkimit Sovjetik si pjesë të Bashkimit Sovjetik. Vendosi regjimin e vet në Afganistan. Edhe Vietnami ishte pak a shumë e njëjta gjë. Dhe justifikimi ka qenë në ato raste, ka qenë me kërkesën e vetë qeverisë. Vietnami, Jugut i kërkojnë ndihmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjerë. Nuk është e njëjtë situata me Ukrainën. Ukraina është pushtim i hapur, flagrant. Merret, kape territori, pushtohet dhe futet në... Po këtë po them. Po nuk është një lloj me Afganistanin. Nuk thash që është një soi, po them. Është pushtim i hapur, është një agresion i një shteti... Dhe çfarë bëri OKB-ja? Një minutë, është agresion i një shteti mbi një shtet tjetër që cënon integritetin, territorin e tjerë. Dhe këtu lindi debati, cilësohet operacion special, nuk thuhet as agresion as shpallje lufte. Po është pushtuar vendi. Ndërsa këtu kemi të bëjmë me agresion, me bombardime, deri në asgjësimin e gjithë leadershipit të një shteti, pavarësisht çfarë janë ata ajatollat islamike, fashista, ku diun se çfarë. Por ti shkon i bombardon dhe këtu nuk thuhet që kemi të bëjmë me agresion, kemi prapë gjendet termi operacion. Është bazuar në War Power Act. War Power Act do të thonë fuqi lufte. Nuk flet për fuqi që jep shteti, po flet për OKB-n. Po OKB-ja, më fal, sepse pikpyetja është e fakti, OKB-ja ka dështuar apo jo? Ka dështuar, pse keni kaq vështirë? Jo, po them, nuk thash unë që mos funksionimi dhe dështimi janë të gjëra të ndryshme. Ka dështuar më OKB-ja? Po ka dështuar më, pse nuk e pranoni që ka dështuar? Sepse një antar kryesor shkon pushton një vend tjetër, çka kuptimi ka? Dhe ka 3 vjet nuk i thot asgjë.